Por I takon presidentës që të marrë një vendim të tillë, unë nuk mund të them se a do ta dërgoj apo kur do ta dërgoj nëse do ta dërgoj, po unë mund t'ju them që Partia Demokratike e Kosovës tashmë e ka lëndën gati për shkeljet kushtetuese të cilat janë bërë në mënyrë të qëllimshme dhe të vetëdijshme në dy seancat e kaluara që mund ndodhë përsëri nesër nëse nuk ndron qasja e kryesuesit seancës dhe grupit më të madh parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, por to janë çështje të ndara. Faleminderit edhe në këtë takim rikonfirmova qëndrimin dhe gatishmërinë e Partisë Demokratike të Kosovës për të luajtur rolin tonë në gjetjen e një zgjidhje të krizës politike, sidomos tashmë që kemi edhe qartësi nga gjykimi I gjykatës kushtetuese, I cili ka bërë qartë rolet e secilit në radhë parë të koalicionit që ka dalë I parë në zgjedhje, të cilin e ka detyruar përveç tjerash edhe për gjetjen e konsenzusit apo kompromisit. Unë shpresoj që edhe këto konsultat të jenë në funksion të gjetjes së rrugdalës, por mbetet që takimet e tjera të cilat I ka planifikuar presidentja të na qartësojnë a ka apo s'ka një ndryshim të kryenetësisë politike të lëvizjes vetëvendosje të zotit Kurtit që po vazhdojnë ta marrin bllokuar konstituimin e kuvendit. Për Partinë Demokratike të Kosovës është e qartë, tu qëndrimi është shpreha edhe presidentës që aktgjykimi e ka bërë të palejueshëm ndryshimin e mënyrës së votimit në mes të procesit, sepse ka bërë të palejueshëm ndryshimin e rendit të ditës, dhe rendi I ditës është ai që taksativisht është I shkruar edhe në rregullorën e kuvendit, nëse sa I përket gjykatës kushtetuese dhe kushtetutës në mënyrë të veçantë e aktgjykimeve, nëse ka një parti politike dhe një lider që nuk duhet më marrë me interpretim është Albin Kurti I lëvizjave vetëvendosje, sepse sa herë I kemi çuar gjykatë kushtetuese, ne I kemi fituar lanë dhe ata I kanë humbur lanë, sepse është krejtësisht e qartë. Nëse thuhet që s'mundet me ndryshu rendi I ditës, atëherë çysh mundet me ushtu një pikë në rendin e ditës që është formimi I komisionit.